Mirë, si që anonshova pak më herët, ka nisur konferenca për mediat e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Bashkuarat Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake ishte në kundërshtim flagrant me kushtetutën. Paralajmërova gjithashtu se nëse mazhoranca do të këmgulte në këtë rrugë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do t'ja nënshtronte atë kontrollit të gjykatës kushtetuese të Republikës Shqipërisë. Ky paralajmërim nuk ishte për të bërë politik. Ishte një paralajmërim real dhe i sinqert i 50 deputetëve të përgjegjshëm të Kuvendit të Shqipërisë. Ajo ishte përpjekja e fundit për të ndalur shumicën parlamentare që të mos përfshinte edhe marrëdhëniet më të rëndësishme strategjike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një procedurë antikushtetuese. Opozita kërkoi gjatë gjithë seancës plenare respektimin e afateve kushtetuese, të drejtës së deputetëve për t'u njohur me aktin që do të votonin dhe të standardeve që vetë gjykata kushtetuese ka përcaktuar vetëm pak muaj më parë në vendimin e saj për procedurat parlamentare të ndjekura në miratimin e rregullores të Kuvendit. Paralajmëruam se një procedurë e tillë nuk e zgjidhte urgjencën e pretenduar nga qeveria, por vetëm sa do ta zgjaste atë sepse do të bënte të pashmangshëm kontrollin kushtetues të saj. Edhe para seancës plenare, në komunikime institucionale me kryetarin e Kuvendit, kërkuam që kjo rrugë të ndalej. Kërkuam të respektoheshin afatet, të mos mohoheshin të drejtat kushtetuese të deputetëve, përfshirë të drejtën për t'u njohur me projekt ligjin dhe relacionin shoqërues. Për të qenë i sinqert deri në fund, më duhet të pranoj se në këto komunikime morëm mirëkuptimin nga kryetari i Kuvendit për shqetësimet e ngritura. Për fat të keq, në fund nuk vendosi as kushtetuta, as arsyeja, as mirëkuptimi. Vendosi urdhri politik i Edi Ramës, duke kthyer edhe një herë Kuvendin në noter të vendimeve të qeverisë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita në tërësi e ka bërë të qartë se e mbështet në parim këtë marrëveshje, sepse ajo i shërben interesit strategjik të Shqipërisë për të rritur investimet në mbrojtje, për të modernizuar forcat armatosura dhe për të përmbushur detyrimet që burojnë nga antarësimi i Shqipërisë në NATO. Pikërisht sepse bëhet fjalë për marrëveshjen më të rëndësishme të viteve të fundit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e mbrojtjes, ajo duhet të ishte një model i respektimit të kushtetutës, i transparencës dhe i debatit parlamentar, jo një tjetër shembull i përdorimit të shumicës parlamentare për të shkelur kushtetutën. Fatkeqësisht, ne ndodhemi në këtë situatë për shkak të dështimeve të vetë qeverisë. Për vite me radhë, qeveria e Shqipërisë, në drejtimin e Edi Ramës, nuk përmbushi angazhimet e Shqipërisë ndaj NATO-s. Në vend që objektivit minimal prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen, shpenzimet reale mbetën vetëm 1.6%, duke vendosur Shqipërinë në një pozitë të vështirë përballë aleatëve dhe duke krijuar deri edhe pikpyetje serioze mbi përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë që lidhen me antarësimin në NATO. Nuk na habit fakti që qeveria e Edi Ramës nuk i përmbushi për vite me radhë detyrimet e Shqipërisë ndaj NATO-s, sepse për vite me radhë në opozitë Edi Rama udhëhoqi protesta kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Prandaj si forca politike që bërit mundur antarësimin e Shqipërisë në Aleancën e Atlantikut, Partia Demokratike nuk pranon leksione nga askush për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për përkushtimin ndaj NATO-s. Pikërisht sepse këto marrëdhënie janë jetike për sigurinë kombëtare, ne nuk do të pranonim kurrë që marrëveshja më e rëndësishme e viteve të fundit me Shtetet e Bashkuara në fushën e mbrojtjes të miratohet në shkelje të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ky ishte edhe thelbi i qëndrimit ton
gjatë seancës plenare të 27 korrikut, sepse problemi nuk është marrëveshja të cilën edhe sot, 3 ditë pas miratimit antikushtetues, ne nuk e njohim përmbajtjen e saj. Problemi është mënyra antikushtetuese se si shumica miraton një marrëveshje të rëndësishme. Për këtë arsye, kjo nuk është më një mosmarrëveshje politike mes palëve. Është një çështje e mirëfillt kushtetuese. Është një çështje për të mbrojtur dinjitetin e Republikës Shqipërisë, institucionet e saj demokratike dhe në thelb vetë imazhin e shtetit shqiptar në botë. Thomas Jefferson thoshte se mjafton një hap përtej kufijve që kushtetuta i ka vendosur pushtetit që ai të hyjë në një territor pa kufi. Fatkeqësisht, edhe në këtë rast, ky hap u holl nga mazhoranca dhe çështjen e bën akoma më shqetësues fakti se kjo ndodh vetëm pak muaj pasi vetë gjykata kushtetuese në vendimin e saj për shfuqëzimin e ndryshimeve në rregulloren e kuvendit kishte vendosur standardet e qarta për përdorimin e procedurës përshpejtuar dhe mbrojtjes së të drejtave të deputetëve. Në vend që të zbatonte atë vendim të muajit shkurt të këtij viti, shumica zgjolli të përsëriste identik të njëjtën praktik që gjykata kushtetuese sapo e kishte shpallur antikushtetues. Duke injoruar jo vetëm deputetët, kuvendin e Shqipërisë, por dhe autoritetin e gjykatës kushtetuese, grupi parlamentar i Partisë Demokratike e vlerëson se respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nuk ka të bëjë vetëm me autoritetin e kësaj gjykate, po mbi të gjitha me vetë themelet mbi të cilat është ngritur Republika Parlamentare. Procedura e ndjekur për miratimin e kësaj marrëveshje nuk përmban vetëm një shkelje të izoluar të kushtetutës. Ajo cënon njëkohësisht disa preparimeve themelore mbi të cilat funksionon parlamentarizmi kushtetues, të drejtën e deputetëve për t'u njohur dhe për të debatuar mbi aktet që votojnë, afatet kushtetuese të përdorimit të procedurës përshpejtuar dhe sigurinë juridike që duhet shoqërojë hyrje në fuqi të një marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka identifikuar 7 shkelje të kushtetutës në ratifikimin që kuvendi i bëri marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Meqense kjo është një çështje me natyrë kushtetuese dhe juridike, do të përpiqem t'i shpjegoj për opinionin publik me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për çdo qytetar. Së pari, deputetëve ju mohua e drejta kushtetuese për t'u njohur me marrëveshjen përpara votimit. Kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit detyrojnë kryetarin e kuvendit që menjëherë pas depozitimit të projektligjit t'u shpërndajë deputetëve projektligjin, tekstin e marrëveshjes dhe relacionin shoqërues. Kjo procedurë garanton që deputetët të kenë kohën e nevojshme për të shqyrtuar marrëveshjen, për t'u konsultuar, për të paraqitur amendamente për projektligjin dhe për të vendosur me përgjegjësi se si do të votojnë në seancë plenare. Së dyti, deputetëve ju mohua e drejta kushtetuese për të kontrolluar mënyrën e përdorimit të fondeve publike. Kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit detyrojnë që projektligjet me efekt financiar të shoqërohen me raportin që përligj shpenzimet financiare. Ky raport u mundson deputetëve të vlerësojnë ndikimin e projektligjit në buxhetin e shtetit dhe të ushtrojnë funksionet e tyre kushtetuese të kontrollit mbi administrimin e financave publike. Në këtë rast, raporti që përligjte shpenzimet financiare nuk ju vendos në dispozicion deputetëve të kuvendit Shqipërisë. Së treti, deputetëve ju mohua e drejta për të ushtruar lirisht funksionin e tyre parlamentar përmes debatit parlamentar, paraqitjes së amendamenteve për projektligjin dhe votimit të informuar. Pikërisht për të garantuar ushtrimin efektiv të këtyre të drejtave. Rregulloria e kuvendit parashikon që rendi i ditës të bëhet publik jo më vonë se 2 ditë përpara seancës plenare. Në rastin e kësaj marrëveshje, kjo nuk ndodhi. Kryetari i kuvendit njoftoi ndryshimin e rendit ditës së të hënës dhe po atë ditë mazhoranca shqyrtoi dhe miratoi marrëveshjen brenda 4 orëve duke zhvlerësuar afatin ligjor prej 48 orësh të njoftimit të rendit ditës seancës, i cili është përcaktuar si mekanizmi që garanton të drejtat kushtetuese të deputetëve. Edhe gjykata kushtetuese ka arsyetuar se mos respektimi i afatit 2 ditor për rendin e ditës
synon parimin kushtetues të demokracisë përfaqësuese. Së katërti, kjo lidhet me një afat tjetër shumë të rëndësishëm, i përcaktuar shprehmisht në kushtetut dhe interpretuar qartë dhe pas një ekuivok nga gjykata kushtetuese, kur ajo rrëzoi mënyrën se si kuvendi miratoi ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Një rast identik me mënyrën se si u miratua marrëveshja me SBA-n të hënën. Edhe praktika e ndjekur për të marrëveshje, njësoj si praktika e shpallur antikushtetues për rregulloren e kuvendit, u zhvillua me procedurë të përshpejtuar brenda 24 orëve. Në vendimin që do duhet ishte detyrues për Parlamentin, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë arsyetoi jo më larg se në muajin shkurt të këtij viti se mos respektimi i afatit minimal një javor synon sërish parimin e demokracisë përfaqësuese, duke u mohuar deputetëve të drejtat e tyre kushtetuese. Së pesti, marrëveshja u trajtua sikur Shqipëria të ndodhej në një situatë të jashtëzakonshme, me nevojë dhe urgjencë për hyrjen e menjëhershme ligjit. Në fakt, nuk ekzistonte asnjë nga këto kushte kushtetuese për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit. Veç qeveria e rrëzon pretendimin për urgjencë. Marrëveshja është miratuar në parim në 19 qershor 2026 nga Këshilli i Ministrave. Këshilli i Ministrave kishte më shumë se një muaj kohë për të nënshkruar marrëveshjen dhe për ta paraqitur projekt ligjin sipas procedurës së zakonshme parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë. Po zgjodhi ta mbante një muaj në zyrtarin e Edi Ramës dhe për arsye që i di vetëm Edi Rama ta sillte në parlament vetëm ditën e fundit të punimeve të tij. Në këto kushte nuk mund flitet për urgjencë objektive, por për një urgjencë artificiale të krijuar nga vetë qeveria e Edi Ramës. Po ashtu, Shqipëria nuk ndodhe në një situatë që të justifikonte nevojën urgjente për të pajisur me pajisje ushtarake, sepse është fakt i njohur botërisht që ne nuk përmballemi me asnjë agresion të armatosur apo kërcënim të jashtëm. Së gjashti, 1/5 e deputetëve kanë të drejtë që të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese për të kontrolluar një marrëveshje përpara ratifikimit të saj, duke e sjellë dhe miratuar marrëveshjen brenda një dite. Procedura parlamentare praktikisht e ka zhveshur pakicën parlamentare nga ushtrimi i përgjegjësisë saj kushtetuese për të ushtruar kontrollin e kushtetutshmërisë së marrëveshjes në kohë për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese nëse çmohet vetëm përpara ratifikimit, si dhe praktikisht ka zhveshur vetë gjykatën kushtetuese nga kompetenca për të vlerësuar kushtetutshmërinë e marrëveshjes. Së shtati, qeveria ka pamundsuar hyrjen në fuqi të marrëveshjes së UAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke shpallur marrëveshjen sekrete, ajo ka pamundsuar botimin e saj në fletoren zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Por kushtetuta përcakton qartë se një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj bëhet pjesë e sistemit të brendshëm juridik vetëm pasi botohet e plot në fletoren zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Në këto kushte, mënyra se si është trajtuar kjo marrëveshje krijon një papajtueshmëri të drejtë për drejtë me kushtetutën, pasi një marrëveshje që nuk botohet nuk mund të hyjë në fuqi dhe as të bëhet pjesë e sistemit juridik të Republikës së Shqipërisë. Nuk bëhet fjalë për një problem që nuk kishte zgjidhje. Legjislacioni shqiptar ofron mekanizma për të mbrojtur edhe informacionin e klasifikuar, por pa cënuar kërkesat kushtetuese për hyrjen në fuqi të marrëveshjeve ndërkombëtare. Por qeveria zgjodhi të mos i përdorte ato. Ky nuk është thjesht një gabim procedural, është një mënyrë qeverisje që e bën të atakueshme vetë marrëveshjen dhe ekspozon Shqipërinë përballë partnerit të saj strategjik si një vend aleat jo serioz që nuk qeveriset sipas kushtetutës, por sundohet sipas interesit politik të kryeministrit. Pikërisht, mbi këto argumenta të mbështetura në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në vendimet e detyrueshme për zbatim të gjykatës kushtetuese dhe në jurisprudencën më të fundit të saj, grupi parlamentar i Partisë Demokratike sapo i është drejtuar
gjykatës kushtetuese për të kërkuar kontrollin e kushtetueshmërisë së procedurës së ndjekur nga Kuvendi. Kemi kërkuar nga gjykata kushtetuese shfuqëzimin e ligjit ratifikues dhe pezullimin e menjëhershëm të tij. Qëllimi ynë është të mbrojmë kushtetueshmërinë në vend dhe që marrëveshja më e rëndësishme ndërmjet Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare të miratohet sipas kushtetutës, me një procedurë të rregull kushtetuese parlamentare në përputhje me standardet që vetë gjykata kushtetuese i ka caktuar Kuvendit në raste të tilla. Nëse